Banorët e Rjollit shembin gardhin rrethues të vendit ku do ndërtohet resorti turistik përplasën me policinë dhe deklarojnë nuk do lejojmë grabitjen e pronës tonë. Policia e Tiranës pranon se 34 vjeçare Eglant Koçi, zhdukur ditë më parë, mund të jetë vrarë nga shoku i tij, kërkime intensive në Tiranë, Elbasan dhe Dibër. Artur Sheu akuzohet si koordinatori i trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës, organizoi takime edhe për pastrimin e miliona eurove në Shqipëri. Berisha deklaron se opozita mbështet plotësisht protestën kundër qeverisë, u bën thirrje demokratëve të bashkohen marshimit të qytetarëve në bulevard. Përshëndetje të gjithëve, dhe jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Tensionet janë rikthyer këtë të shtunë në zonën e Rjollit në Velipoj. 10 banorë të zonës shkatëruan në rrethimin e vendit ku parashikohet ndërtimi i një resorti turistik. Ata u përplasën dhe me forcat e policisë dhe deklaruan se nuk do lejojnë grabitjen e tokës, për të cilën pretendojnë pronësinë. Banorët e Rjollit janë ngritur sërish në protest këtë të shtunë kundër ndërtimit të resortit luksoz në këtë zonë. Pas grumbullimit në rrugën kryesore, ata zbritën në kantirin e ndërtimit që është rrethuar me mure dhe gardh me tela e gjëmba, duke bërë shëmbjen e tyre. As ndërhyrja e forcave të shumta policore që kishin mbërritur në zonë nuk i ndaloi dot protestuesit. Në brendësi të kantierit, ata u përplasën me efektivët. Banorët janë të vendosur të mbrojnë si të shprehen ata tokën e të parëve, duke shtuar se ajo po ju grabitet haptazim me bekimin e shtetit. Me gjithë thirrjet e drejtorit të policisë së Shkodrës Gentian Berberi për t'u tërhequr, banorët nuk u ndalen derisa shkatruan pjesën më të madhe të rrethimit. Pitu na falon gjyshin, pitu më na falon i pari, pitu a kena blem në florit, edhe nuk dorëzohen atëri se ta dalin shpirë. Drejtësia shqiptare është i kjo. I kjo drejtësia shqiptare që nesër çdo ditë me popullin e varfën. Shof shumë njerëz tu ka plaken, tu ka marrëritin, dhe nuk kapin atje kriminalit, nuk kapin atë që kanë në lënë mësë me jetu këto. Sa je kanë unë era po që po unë po, no sa je kanë civila, i kanë punë atë në civilacion. Unë për ne erdha me shtyje këtë, nuk sa më bëva. Po jo më bëll kur tërçoj këtë, në muisha. Protestuesit pretendojnë se investitori u ka rrëmbyer tokat për të cilat ata janë ende në procese gjyqësore. Banorët thonë se kërkojnë të drejtën e tyre, ndërsa përsëritën thirrjet e protestuesve në Tiranë. Tonë për ditë ne du zhyt, bërq, që pas punove nuk hat, nuk jetohet. Tashi, kjo qeveri, pse nuk da dërgjët? Ramanburg, Berishamburg, të dy. Ma hajdutat e Shqipërisë dhe janë. Shqipëria nuk shitet. Nga keni ardhur sot? Nga Labria. Pse erdhe? Është e pa drejtë. Oligarkët këtu po bëjnë namin. Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg. Resorti që po ndërtohet shtrihet në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Punimet kanë nisur që në shkurt, por ditët e fundit kantieri i ndërtimit u fortifikua me muret e larta. Kjo masmbrojtëse duket se është marrë pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Rjollit, të cilët pretendojnë se tokat e tyre janë grabitur me dokumente false nga një ish zyrtar, i cili më pas ja ka shitur kompanisë ndërtuese. Drejtues të policisë së Tiranës pranuan sot se 34 vjeçari Eglant Koçi mund të jetë vrarë. Deri më tani janë siguruar prova të shumta se ai është rrëmbyer dhe mbajtur peng nga shoku i ngushtë i shpallur në kërkim. Agjentët po bëjnë kërkime në zonat malore të Tiranës, Elbasanit dhe Dibrës, ku dyshohet se është fshehur trupi i pajet. Detajet e reja të ronditëse janë zbuluar në lidhje me zhdukjen misterioze të Eglant Koçit, ku për policin pas kësaj ngjarjeje dyshohet se fshihet Armand Shakaj, shoku i ngushtë i 34 vjeçarit.
Drejtori i Policisë së Tiranës, Oliger Torba, tha se kjo është një ngjarje e rëndë për të cilën po vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të riut, pasi ka dyshime se ai mund të jetë vrarë. Kërkimet po kryhen në disa zona malore të Tiranës, Elbasanit, Dibrës e të tjerë. Po kërkohet në lidhje me trupin e shtetesit England Koçi. Kërkimet janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona. Burime bëjmë në dije se pasi i riu humbi kontaktet, familjarët i u drejtuan komisariatit për të bërë kallëzim. Në pyetje u mor dhe vetë Armand Shakaj, i cili përpara hetuesve u shpreh shqetësuar për zhdukjen e shokut të tij, madje deklaroi se Eglanti ishte kthyer në Dubai ku kishte qenë me të dashurën e tij. Kjo e fundit ka deklaruar se ka qenë vetëm jashtë shtetit, jo bashkë me Eglantin. Të njëjtat burime konfirmojnë se në këto momente policia ka dyshuar për dëshminë e Shakajt, ku kanë tentuar që ta tharrasin sërish, por ai ishte zhdukur. Në bazë të kamerave të sigurisë, Egland Koçi duket momenti kur futet në lokalin Armand Shakajt dhe më pas ngjitet në katin e dytë, në një tjetër ambient që përdorte Shakaj për call center. Brenda këtyre ambienteve dyshohet se i riu është vrarë me armë zjarri. Rreth mesnatës Shakaj filmohet nga kamerat e sigurisë, duke zbritur në lokal për të marrë disa kova me ujë. Me pas ai konsumon një kafe dhe ndërkohë fut qese të zeza të mëdha brenda automjetit. Në ambientin ku dyshohet se ka ndodhur krimi janë gjetur nga policia disa fasheta, pasi dyshohet se Egland Koçi të ketë qenë i lidhur. Automjeti Shakajt është filmuar në zonën e Ibës ku ka shkuar me karro atrec. Me pas makina autorit është dërguar në lavazh nga kamarieri i arrestuar Enea Zyferi. Madje lavazhierët kanë konstatuar erë të rëndë dhe gjak brenda makinës, pasi dyshohet se trupi ka qëndruar më shumë se 24 orë brenda. Por kamarieri i arrestuar tashme u ka thënë se është therrur mish dhe ka kulluar gjaku. Brenda makinës madje është gjetur dhe një lopat. Megjithatë, policia e Tiranës vijon kërkimet intensive për gjetjen e trupit të riut dhe kapjen e autorit të dyshuar. Ky i fundit deri më tani rezulton të ketë ndërruar më shumë se 13 numra për të humbur gjurmët nga policia. Artur Sheu konsiderohet nga SPAK-u si një ndër organizuesit kryesor të trafikut të drogës nga Amerika Latine drejt Europës. Ai rezulton të jetë koordinatori disa takimeve jo vetëm për shitjen e kokainës, por edhe për pastrimin e miliona eurove në Shqipëri. Amerika Latine dhe disa shtetet e Europës ishin bazat që disa biznesmen të fuqishëm të Shqipërisë kishin ngritur prej vitesh sa i takon trafikimit të tonelatave të kokainës. Në dosjen voluminoze dhe mbase më të fortë realizuar nga prokuroria e posaçme, janë specifikuar vendet si Spanja, Belgjika, Gjermania apo edhe Amerika, shtetet ku biznesmeni Artur Sheu dhe antarët e tjerë të grupit të Alfredo Hamzait nga viti 2018 deri në vitin 2021 takoheshin për të koordinuar trafikun e drogës. Pjesa më e madhe e parave të përfituara nga ky aktivitet silleshin në Shqipëri, duke investuar në prona, pallate, bregdet, por edhe në ngritjen e kullave. Këto takime janë kryer para operacionit të trafikut të drogës që ndodhi në Barcelonë në janar të 2020-s, ku sekuestruan 441 kg kokainë dhe ku arrestua kushëriri i Alfredo Hamzait. Ndërsa në Monaco, takimi kishte si qëllim koordinimin e trafikut të kokainës në Europë. Për SPAK, një ndihmë e madhe në hetim ka qenë edhe bashkëpunimi me ndërkombëtarët, ku në disa raste autoritetet belge i kanë sjellë informacione për këto takime dhe investimet e biznesmenëve në pasuri të paluajtshme. Një tjetër pikë në hetime janë edhe takimet në ishullin e Arubas. Autoritetet e huaja tregojnë saktësisht se nga data 24 deri më 31 janar të vitit 2019, Arben Ismailaj, Elton Mehmeti, Adrian Rama, Artur Sheu dhe Bujar Shehaj kanë qëndruar në ishullin e Arubas ku janë takuar edhe me disa zyrtar. Të gjitha këto informacione janë në fazën e hetimit pasi mungojnë provat. Artur Sheu, emri të cilit u bë publik kohët e fundit si një nga pronarët më të mëdhenj të Zvërnecit, sipas hetimeve rezulton si një nga kokat e organizatës së trafikut të drogës. Parat e grupit kriminal sipas SPAK ndaheshin në disa faza për realizimin e pastrimit në Shqipëri. Ndërkohë SPAK në njoftimin e tij zyrtar tha se janë lëshuar 20 masa sigurie, ndërkohë që janë sekuestruar prona në Tiranë, Vlorë, Himar me vlerë 10 milion euro. Mes fletaresteve të prera bëjnë pjesë biznesmeni i shumë përfolur Artur Shehu, mas që nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet në SBA me azil politik.
Sipas organit të akuzës, ai akuzohet për pastrim parash, i financuar nga vëllezërit narkotrafikant Erion dhe Adrian Rama. Nën akuzë është edhe biznesmeni i njohur i ndërtimit Ilir Shtufi, i cili është arrestuar në Greqi. SPAK, me kërkesë të dy prokurorëve të posaçëm Altin Dumani dhe Elida Kaçkini, urdhëruan edhe arrestimin e vëllezërve Koçeku, Arturit, që dyshohet si koka e grupit kriminal, si edhe Abedinit dhe Ervinit. Ata nuk u vunë pas sekurave pasi ndodhen në Dubai, por SPAK disponon prova për trafikun e drogës të realizuar prej tyre nga vendet e Amerikës Latine. Sipas prokurorisë, ishte biznesmeni Ilir Shtufi ai që pastronte paratë e tyre, ndërkohë në qeli për të njëjtën vepër penale përfundoi biznesmeni Orest Sota. Opozita sipas Sali Berishës do ta mbështesë plotësisht protestën kundër qeverisë. Ai u bëri thirrje sot demokratëve të dalin në shesh për t'u bashkuar revoltës kundër kryeministrit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një bashkëbisedim në rrjetet sociale për të bërë thirrje të gjithë mbështetësve të tij të bashkohen protestës së qytetarëve para selit së qeverisë. Berisha theksoi se kjo është lëvizja më e fuqishme kundër kryeministrit Rama, ndaj të gjithë opozitarët duhet të jenë në shesh. Unë bëj thirrje çdo demokrati dhe demokratje, çdo zgjedhës, çdo qytetari që ka votuar dhe voton për Partinë Demokratike, por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështesë këtë protestë. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Berisha theksoi se asgjë, as thirrjet kundër tij nuk duhet i pengojnë demokratët të bashkojnë protestuesve. Natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të erësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Nga ana tjetër, kryetari i PD-s akuzoi kryeministrin Edi Rama se e përdori festën e krijimit të Partisë Socialiste si antimiting ndaj revoltës së qytetarëve. Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e Partisë Krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Prej një jave, Partia Demokratike, e cila fillimisht nuk e mbështeti protestën, ka ndryshuar qëndrim duke u bërë pjesë e saj dhe duke kërkuar plotësimin e kërkesave të qytetarëve që prej 2 javësh mblidhen çdo mbrëmje para kryeministrisë. Drejtuesit organeve të drejtësisë do të raportojnë javën që vjen njëri pas tjetrit në Komisionin e Ligjeve si dhe në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Më pas, vetëm disa prej tyre do paraqiten në seancë plenare. Ditën e hënë, figurat kyçet sistemit të drejtësisë do të nisin raportimin në kuvend për vitin 2025. I pari që do të përballet me deputetët është prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, i cili në 15 qershor do të raportojë para Komisionit të Ligjeve. Përgjatë ditëve në vijim do të raportojnë tek ligjet e gjithë kupola e sistemit të drejtësisë. Drejtuesi i SPAK-ut Klodian Braho, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, këshilli i lartë gjyqësor e këshilli i lartë i prokurorisë. Të gjitha figurat kyçet sistemit të drejtësisë do të paraqiten edhe para Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, i cili me ndryshime në rregulloren e kuvendit ka kompetencë miratimin e rezolutës dhe ndjek zbatimin e rekomandimeve që ka dhënë kuvendi. Raportimi i Parlamentit e institucioneve të pavarura është parashikuar të bëhet në datat 22 dhe 23 qershor në 2 seanca të posaçme. Pas ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, SPAK-u nuk do të raportojë më në seancë plenare. Gjithashtu edhe rreth 20 institucione kushtetuese apo të krijuara me ligj. Për këtë arsye në seancë plenare do të paraqiten vetëm 5 institucione: prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, drejtuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit e avokati i popullit.
Një 27 vjeçar nga Fieri ka rënë në prangat e policisë, ndërsa një 45 vjeçar të shpallur në kërkim, ata akuzohen për trafikimin dhe tregtimin e sendeve me vlerë të dyshuara të vjedhura jashtë Shqipërisë. Florind dhe bijuteritë siguroheshin në Itali dhe në Greqi, futeshin kontrabandë në vendin tonë dhe më pas shiteshin në disa argjendari në Fier dhe në Lushnjë. Policia procedoi penalisht edhe 7 administrator të këtyre dyqaneve. Gjatë operacionit u sekuestruan mbi 15 kg flori, mbi 4 kg argjend, 612 ora të markave të ndryshme, bijuteri me diamant, sende me vlerë artistike dhe kulturore, si dhe para në lek dhe në euro. Katër persone janë arrestuar këtu në Tiranë në akuzën e trafikimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Gjatë aksionit janë sekuestruar 400 gram kokainë, shumë parash dhe peshore elektronike. Policia e Tiranës ka finalizuar fazën e 4 të operacionit të goduar zonat, duke goditur një grup që merrej me shitjen e lëndëve narkotike në kryeqytet. Në pranga kanë përfunduar 4 persona, të cilët ishin në ndjekje për shpërndarje kokaine në zonat të ndryshme të Tiranës. Efektivët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat shqiponja arrestuan në flagrancë 3 persona në rrugën e Kavajës. Sipas hetimeve, ata siguronin sasi të konsiderueshme kokainë dhe më pas e shpërndanin në doza, kryesisht në zonat e njohura si Ishparku dhe Bryli. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 350 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë dhe 2 peshore elektronike. Ndërkohë, një tjetër person u arrestua pasi dyshohet se shiste doza kokaine në disa zona të kryeqytetit. Në ambientet e subjektit ku ai punonte, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi kokaine të ndarë në mbi 220 doza, si dhe një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga ky aktivitet kriminal. Në total, gjatë operacionit u sekuestruan mbi 400 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë, 4 telefona celular, 2 peshore elektronike dhe para kesh. Tirana ka numrin më të lartë të krimeve, por drejtuesit e policisë bën të ditur se niveli i zbulueshmërisë është mbi 92%. Goditjet kryesore kanë përfshirë trafikun e drogës, vjedhjet, prostitucionin, mashtrimet dhe lojrat e fatit. Në procesin për transparencën me publikun, drejtori i policisë e Tiranës Oliger Torba ka bërë bilancin për muajin maj e deri tani sa i takon krimeve të shënuara në kryeqytet. Për afro një muaj e gjysmë janë evidentuar mbi 1400 vepra penale, ku zbulueshmëria tyre ka qenë mbi 92%. Po këto vepra penale janë identifikuar 1376 autor të dyshuar, nga të cilat 247 janë vënë në pranga, arrestuar dhe ndaluar, si dhe janë proceduar 1055 në gjendje të lirë, si dhe janë shpallur në kërkim 60 autor. Gjatë kësaj periudhe janë finalizuar 58 operacione policore për goditje e inventarisë kriminale në fushën e narkotikëve, armbajtje pa leje, goditje të lojrave të fatit, koncentrave, prostitucionit, krime ndaj personit të pronës e të tjerë. Krahas krimeve të rënda, policia ka goditur dhe rastet e grabitjes së banesave apo bizneseve, ku pjesa më e madhe janë arrestuar nga blut. Janë evidentuar 205 raste dhe janë zbuluar 169 prej tyre, ose përkthyer në 82%. Për këto raste janë evidentuar 196 autor, nga të cilët janë vënë në pranga 57, janë proceduar 101 dhe 38 janë shpallur në kërkim. Gjatë kësaj periudhe janë sekuestruar dhe disa makina me vlerë deri në 500.000 euro. Janë zhvilluar 6 operacione të këduar stall line me objektiv goditjen e rasteve të trafikimit të mjeteve motorike të vjedhur jashtë shtetit, ku janë sekuestruar 6 të mjete në vlerat 50.000 deri në 500.000 euro. Për këtë rast janë proceduar 6 shtetas. Ndërsa drejtori i policisë kufitare në Tiranë, Ermal Haxhi, tregoi shifrat e fluksit të turistëve në Rinas për muajin maj. Gjatë muajit maj të vitit 2026, në pikën e kalimit kufitar aeroport Rinas, janë përpunuar 1.234.500 shtetas dhe 7.480 avion. Fluksi maksimal i regjistruar brenda 24 orëve ka arritur shifrën 47.350 shtetas dhe 270 avion të përpunuar brenda 24 orëve. Ky është një tregues që konfirmon rritjen e ndeshme të lëvizjeve ndërkufitare në këtë fillim sezoni turistik. Ndërkohë në aeroportin e Rinasit, policia ka goditur krimin sa i takon madrave kontraband, mos deklarimit të ardhurave, falsifikimi dokumentave, migracioni jashtëligjshëm me të tjerë. Prokuroria e Shkodrës ka kërkuar arrestimin e shtetasit Sibuel Dursi, i cili tentoi të përplaste me dashje me makinën e tij 4 persona. Prokuroria akuzon atë për veprën penale të vrasjes me dashje të mbetur në tentativë. Sipas njoftimit zyrtar, drejtuesi i automjetit ishte nën efektin e pijeve alkoolike.
Gjithçka nisi pas një debati të çastit mes shoferit të dheur dhe disa personave të tjerë. Situata më pas është përshkallëzuar në një konflikt fizik, ku pas goditjes me makinë, drejtuesi i mjetit është qelluar me grushte nga personat që tentoi t'i shtypte. Rreziku për banorët e një pallati në zonën e Currilave në Durrës nuk ka kaluar, por shëmbjet përbëjnë një shqetësim edhe për shumë familje të tjera. Bashkia bëri të ditur se nuk ka fondet e mjaftueshme për të stabilizuar kodrën. Rrëshqitit e vazhdueshme të kodrës në zonën e Currilave, ku pak ditë më parë banorët e një pallati u detyruan të largoheshin nga banesat e tyre, kanë rikthyer shqetësimin për sigurinë e zonës dhe nevojën për një zgjidhje afatgjatë. Kryebashkiaja e Durrësit Emiliana Sako deklaroi se stabilizimi i kodrës kërkon një projekt të detajuar teknik dhe një investim të konsiderueshëm financiar, i cili tejkalon mundësitë e buxhetit të bashkisë. Që pas janarit kemi kërkuar mbështetjen e institucioneve për të bërë të mundur analizat gjeologjike të kodrës dhe për të bërë të mundur që të hartojmë një projekt të detajuar në mënyrë që të kemi mundësi ta financojmë. Sako bëri të ditur se bashkia ka kërkuar mbështetjen e institucioneve përgjegjëse për kryerjen e studimeve gjeologjike dhe hartimin e një projekti të plotë. Do të jetë një projekt shumë i rëndësishëm, apo do të jetë një projekt i cili do të ketë një vlerë të madhe dhe nuk do të jemi besoj që nuk do të mbulohet dot nga bashkia, por do të kërkojmë mbështetjen qeverit, do të kërkojmë mbështetje edhe në fondet ndërkombëtare sepse ka mundësi financimi besoj dhe nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian për çështjet e mjedisit. Sipas autoriteteve vendore, pas përfundimit të studimeve do të synohet sigurimi i fondeve për zbatimin e projektit përmes qeverisë shqiptare, por edhe programeve dhe fondeve ndërkombëtare, përfshirë ato të Bashkimit Evropian, që mbështesin projektet për mbrojtjen e territorit dhe menaxhimin e rreziqeve natyrore. Ndërkohë, zona avion të monitorohet nga strukturat përgjegjëse, ndërsa ekspertët pritet të përcaktojnë masat konkrete për të shmangur rrëshqite të tjera dhe për të garantuar sigurinë e banorëve. Bordi i transparencës ka ulur sot çmimin e naftës dhe të benzinës. Sipas vendimit të ri, nafta do të shitet me 183 lekë për litër nga 188 lekë që ishte më parë. Ndërkohë, benzina ka zbritur në 170 lekë për litër nga 171 lekë, pra vetëm 1 lekë. Bordi njofton gjithashtu se tregu po monitorohet në mënyrë të vazhdueshme për të parandaluar abuzimet nga ana e operatorëve. John Mili retrospektiv, quhet ekspozita e hapur në Muzeun e Fotografisë Marubi në Shkodër. Ajo ka sjell për publikun vendas materiale të rralla nga puna e fotografit të njohur shqiptar-amerikan. Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u çel ekspozita John Mili retrospektiv, një ngjarje e rëndësishme kulturore që sjell për herë të parë në Shqipëri një përzgjedhje origjinale fotografish dhe materialesh arkivore të fotografit shqiptar-amerikan John Mili. Ekspozita ka prezantuar vepra që dëshmojnë kontributin e jashtëzakonshëm të Milit në transformimin e fotografisë moderne. Ne mund të gjejmë fotografi të bleme në internet dhe t'i printojmë në ditët e sotme. Por fotografi stampa origjinale në rëndom quhen vintage prints është vërtet unike. I lindur në Korçë në vitin 1904 dhe i larguar drejt Shteteve të Bashkuara në moshë të re, John Mili ndërtoi një karrierë të jashtëzakonshme në kryqëzimin mes shkencës dhe artit. Mili arriti të krijojë imazhe që nuk regjistronin thjesht realitetin, por interpretonin atë në mënyra kritikisht të reja. Kjo është ekspozita më e mirë që i është kushtuar ndonjëherë John Milit dhe jam shumë i lumtur që ajo po prezantohet në Muzeun Marubi. Me veprën e tij jam njohur rreth 50 vite më parë dhe që atëherë kam kuptuar rëndësinë që ai kishte në historinë e fotografisë dhe në jetën kulturore të qyteteve si New Yorku dhe Parisi. Një vend të veçantë në ekspozitën zën fotografitë ikonike të realizuara me Pablo Picasso në vitin 1949. Retrospektiva ka sjellë gjithashtu imazhe të vallëtarëve, muzikantëve dhe figurave të njohura të kulturës amerikane. Dikur një sportist me emër i Partizanit, ndërsa tashmë prej shumë vitesh trajneri i njohur basketbolli në Itali. Spiro Leka organizon prej 3 vitesh një kamp për fëmijë të talentuar në Durrës, i shoqëruar nga një staf i gjerë trajnerësh italian, ndërsa disa prej sportistëve kanë shkuar tashmë edhe jashtë. Sipas tij ka shumë pasion, por mungon organizimi dhe cilësia e trajnimit në vendin tonë.
Në morinë e problematikave me cilat përballet sot basketbolli shqiptar, një ish sportist i njohur i kohëshit tonë ka zgjedhur përmes një iniciative personale të kontribuojë sadopak cilësisht në shërbim të të rinjve dhe të rejave që e duan këtë disiplinë dhe aspirojnë të luajnë në parketat e mëdha ndërkombëtare. Për të tretin vit me radhë, Spiro Leka, një ish emër i njohur i Partizanit të dikurshëm, e prej dekadash trajner dhe konsulent me skuadrat e njohura në Itali dhe SBA, ka krijuar një kamp trajnimi me element të rinj. Vajzat dhe djemt që vinë kryesisht nga ekipet shqiptare, por edhe nga Kosova e diaspora, qëndrojnë të grumbulluar gjithkohë në ambientet bashkëkohore për disa ditë me radhë në Goga Basket në Durrës dhe trajnohen profesionalisht një staf i gjerë i skuadrës së njohur italiane të Pesaros në koordinimin e Spiro Lekës, i cili sqaroi për Vision Plus se pse e mori këtë iniciativë dhe qëllimin final të këtij kampi. Një pjesë e djemve që kanë marrë pjesë me idenë tonë që t'i përmirësojmë gjatë kësaj jave, kanë vajtur në Itali për të zhvilluar nivelin e tyre teknik. Objektivi kryesor joni është që t'i japim ca ide kontemporane, domethënë ide të basketbollit modern, ca koncepte të reja që në basketbolli shqiptar duke me keqardhje, domethënë nuk ka njeri që t'i japi. Giacomo Baioni, pjesë e stafit të trajnerëve që po punojnë çdo ditë me grupin e konsiderueshëm të rinjve, rrëfen për Vision Plus impresionet e tij nga puna intensive gjatë këtyre ditëve. Këtë vit niveli sportistëve të rinj është më i lartë, po punojmë me një staf profesionistësh dhe vajzat e djemtë e rinj kanë shumë dëshirë të mësojnë metodika bashkëkohore. Janë të paktën 4-5 sportistë të rinj shumë interesantë në këtë kamp, të cilët kanë një të ardhmë të shkëlqyer. Puna me një staf të tillë të gjerë dhe të kualifikuar ishte emëruesi për bashkët që spikaste edhe në qëndrimet e vet sportistëve, të cilët e shohin këtë kamp një mundësi për ta parë të ardhmen e tyre jashtë vendit. Është një nivel shumë i lartë dhe i shoh të gjithë çuna që po përmirësohen nga dita në ditë. Është një eksperiencë shumë e bukur me trajner shumë tuaj dhe na japin dhe eksperiencën atyre këtu, edhe normalisht për të vazhduar karrierën tonë jashtë dhe ishte shumë. Pasi një mundësi shumë të mirë për të përmirësuar veten time në driblim, gjuajtje, gjithçka që ka lidhje me basketbollin. So I come all the way from America. Vi nga Amerika për herë të parë në këtë trajnim dhe jam vërtet i befasuar. Kushtet dhe stafi janë super, po mësojmë gjëra të reja, po socializohemi me njëri tjetrin. Vërtet një eksperiencë e shkëlqyer. Përveç diagnozës së problemeve të basketbollit ton, trajneri me eksperiencë ndërkombëtare Spiro Leka ka edhe recetën e shërimit të këtij sporti, i cili dikur ishte jo vetëm masiv në vendin ton, por edhe me rezultate në nivel ndërkombëtar. Të rriten standardet e punës të akademit. Në këtë punë federata mund të jetë më kontrolluese, që t'i japi disa norma standarde tek instruktimi i trajnerëve. Ajo është numër 1. Për mendimin tim, në momentin që ti pagon 5 o 7 amerikanë që të përfitojnë një ndeshje, mendojnë se lekët ikin në Amerikë, nuk rrinë të basketbolli shqiptar. Përveç pjesës teknike, mendoni që ligji i sponsorizimit do të zgjidhë diçka sa i takon edhe mbështetjes më të madhe financiare për basketbollin tonë? Ajo është fondamentale, ajo është gjëja më kryesore. Kosova e bëri, edhe po të shohësh buxheti i Trepçës, që është kampioni i Kosovës, është 2 milion. Këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Faleminderit dhe miru takofshim.